Shikoj pak të lutem. Është vërtet e çuditshme. Djema, dëgjoni pak të. Djema, gjeni pak se kush jam. Le të fuqizohemi të gjithë në formacion. Hey! Burn ishte tamam si ty. Ajo lulja budallaqe nuk ngjan fare me mua. Ke të drejtë, është më simpatike. Ajo lulja budallaqe nuk ngjan fare me mua. Ti mendon se kjo është një lojë? Burn, Po shohet, Lugi, duhet të mësosh të respektosh të tjerët. Hey, Burn, Mos më ndërpristi. Por shiko, Dec, po përpiqem të nxjerr një konkluzion. Lugi, ti sapo i humbe privilegjet që të kisha dhënë. Pra që tani je tutje. do ta mbaj unë këtë. Mirë. Çfarë? Ë? Çfarë po pristi? Kapeni pratë. mendova se po nxirje një konkluzion. Mendon se ky është faji im? E, po shoku ti a dërzove pakon. Një kloni. Po shoh tani djalosh humorist, nuk është për të qeshur. Djalosh humorist. Dëshiron të bësh shaka, ë? Dëshiron të prishësh gjithçka? Atëherë ti nuk je më pjesë e skuadrës. Ti nuk do? Nëse ajo që ti dëshiron janë vetëm argëtimi dhe lojrat, atëherë shko me klonët. Argëtim dhe lojra. Po, zotri. po çfarë ndodhi këtu? Qyteti i progresit, në të cilin korrierët luftojnë që i ligu zoti Bedlam të mos marrë porositë e tyre. Dhe një korrier fluturues është më i miri. Ed. Lideri i skuadrës i dorëzoi pakon klonëve sot. E në këto rrethana, dogjot zbritën disa pozicione në renditjen e korrierëve. Me sa duket klonët morën gjithashtu një antar të ri për cirkun e tyre të shpërndarjes. Pa dashur të bëjmë ironik, por nuk duhet të ishit pesë juve. Lugi u bashkua me klonët. Dhe përse Lugi u bashkua me klonët? Ai po aktron, do kthehet përsëri. Ndoshta sepse dikush i tha të bënte këtë gjë. Ups, mos thash gjë dikush, doja të thoja burn. Lugi po sillej në mënyrë të papërgjegjshme si gjithmonë. Por ti e dorëzove pakon. Lugi është pikërisht ai që e prishi gjithçka. Lugi sapo humbe privilegjet që të kam dhënë. Pra që tani je tutje. Do ta mbaj unë këtë. Po pra. Çfarë? Kjo nuk do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të ishte sjellë në mënyrë të tillë. Po ti nuk duhet i kishe bërtitur ati. Unë nuk bërtita. Përsërit edhe një herë Fiz. Nëse ajo që ti dëshiron janë vetëm argëtimi dhe lojrat, atëherë shko me klonët. Shko bashkohu me klonët. Shko bashkohu me klonët. Në rregull, mirë, ndoshta unë nxeha. Më shumë se ç'duhej. Hapi i parë që merret për të rregulluar një gabim është ta pranosh që e ke Po, bërë. kur Lugi të pranoj gabimin e tij, atëherë ai mund të kthehet. Nuk ishte kjo ajo që doja të thoja. Pako për të marrë në qytet, duhet të nxitojmë. Por duhet bëni kujdes, sepse ju mungon një korrier. Mos u shqetëso, le të fuqizohemi. Le të mos bijem në sy, nuk dua të tërheq vëmendjen. Përse kështu? O, po, ti pushove Lugin. Ai u largua dhe nuk dëshiroj të debatoj sot. Pra të rrim të qetë më mirë. Jo dhe Kem shpejt!
Klonët! Hej, Djema, shikoni pak gjithë të strudel që kam. Çfarë? Skuadra, tani Delta, tani! Të kuptuam. Delta, unë e di këtë, the unë këtu. Të shohim nëse do të më ndjekin dot. Si e morën ata? Delta do të thotë që pakon e ka pis. Ej, pis, do të krapisim tani. A nuk është emocionuese? Çfarë tërheqin ndodhi kështu? Ej, mos më shikon mua ashtu. Lugi e dinte planin ton. Ai e dinte? Po si është e mundur kjo? Sepse ai është pjesë e jona. Po tani nuk është më. Kthehu majtas. Do t'i bijem shkurt nga ura e vjetër dhe Direkt në kurt. Jam i lirë! Kape! Ta punova! Duhet të më ndihmosh mua! Çfarë? E marrë të mirë. Lugi përfitoi nga ne. Do ta marrim përsëri atë pako. Atë tha Lugi diçka me zë të lartë. Ishte doktor pickuesi. Dhe çfarë të thaj? Nuk ka rëndësi. Nëse Lugi po i merr pako tona është një klon tani. Fundi i historisë. Skuadra Dojo mosoj se të humbësh një korrier nuk është shaka, veçanërisht nëse ai është bashkuar me klonët. Pra qkosa i pargëtohet, apo jo Djema? Lugit i pëlqenin shumë petullat me mustard. Harrova sa shumë i urrej petullat e mia me mustard. Harrojeni Lugin. Ai ka ikur. Nuk mund të harrojmë atë. Ai është miku jon dhe është pjesë e Dojos. Nëse Lugi do të interesonte skuadra, ai nuk do t'ishte larguar. Ai u largua sepse ti e kritikove shumë ashpër. Çfarë do të bëjmë atëherë? Nuk do të shohim njëri tjetrin dhe do ta kalojmë këtë gjë, dakord? Lugi u largua dhe ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Ne nuk mundemi, por ti mund t'i kërkosh falje. Dhe kjo do t'i përmirësonte gjërat? Po, mundet. Atëherë le ta provojmë. O, të kërkoj ndjes dhe ec. Ke të drejtë. Gjithçka u rregullua tani. I pa edukat. Le t'i qëllojmë ata. Ti the që të mos e shohim njëri tjetrin. Harroja atë që thash. Wow, daloni! Daloni thash! Lareni ushqimin dhe largohuni nga tavolina shpejt. Djema, qia juaj është përndar gjithandej. Në fakt janë petulla. Ne ndihemi sikur Jashtë kontrollit. Sigurisht që po. Pa lugin ju nuk jeni të kompletuar. Tani gjeni një mënyrë të fitoni ekuilibrin tuaj dhe bëheni shpejt. Klonët po lëvizin përsëri. Merrni pakon e tyre dhe jemi barazim. Ke të drejtë. Jeni gati apo jo? Le të fuqizohen. Më pëlqejnë luftimet me ushqime. objekti u lokalizua, është Dropo, lideri, një klon dhe Lugi. Ndoshta do ishte më mirë të mos merreshim me të, nuk ke qelloj dot Lugin.
Ai hoqi dorë nga skuadra, pra është lojë e pastër. Ka që lehtë është arrahim Lugin, atëherë ai nuk do të kthehet më kurrë tek na. Është zgjedhja e tij, jo e jona. Burn, prit! Unë nuk do të merrem me ta. Jap se ka marrë një libër. Largohu, Dec. Kjo nuk ka për të ndodhur. Mos luaj me zjarrin se do digjesh. A ti. Do të... Ky është i gjithë... Ky është i gjithë fa y. Jo, ky është i gjithë i Jo, faj. nuk është. Po ti pra e ke faj. Shiko, ku Ti isha jo që më hodhe nga motori. Atja hap valvulën e shpryrjes? Jo, lëri edhe pak kështu. Skuadra Dojo u përpoq të merrte një pako nga klonët sot, por ata u mundën. Është e vështirë të bësh gjithçka kur je gjithkohon duke luftuar, apo jo, Djema? Mos u shqetësoni, do ta rrisim. Nuk shqetësohem për nivelin, por për krenarin tënde djalë. Gjithashtu duhet pranosh që ti nuk je i kompletuar Mos fol asnjë fjalë. Çfarë? Lugi na mbante neve në ekuilibër? Ajo ka të drejtë. Ne nuk kemi nevojë për atë klon. Por ne kemi nevojë për dikë. Ishte shumë gallat kur Lugi ishte vërdall. Tani nuk është edhe aq gallat. Ju mendoni se ne na duhet një korrier që nuk i merr gjërat seriozisht? Këtë po thoni apo jo? Është vërtet e thjeshtë që të bësh llogarit. Po kërkoj të punësoj dikë i cili jo vetëm do të shpërndaj pako, por të ketë edhe pak humor. Pra, a njeh ndonjë korrier të mirë? Ah. Tjetri. Dërkoj lirë në shërbimin tuaj dhe kam sjell një shënim nga mami i cili thot: Tjetri. Unë jam Piti. Dhe unë jam Buster, roboti i plerave. Prit pak, çfarë është kjo erë? Jemi plot për momenti. Thjesht duhet të shkojmë tek vendi ku grumbullojnë plerat. Tjetri. Të kërkoj ndjes, por të punosh për doxhot nuk nënkupton që do të ketë lajthi të pafund. Pse Burn nuk i kërkon falje Lugit? Jam i sigurt që ai do të kthehet. Po flasin për Burn, mos e harro këtë. Po pastaj Ndonjëherë njerëzit e kanë të vështirë të pranojnë se e kanë gabim. Sigurisht që unë nuk e di sepse unë nuk bëj kur gabime. Oh! Mbërritëm! Qyteti i klonëve! Më falni, po kërkojmë Lugin. Përshëndetje. Mirë. Mund të na tregosh se ku mund ta gjejmë Lugin? thjesht duam të dim ku. Më mirë kështu. Po kërkojmë për mikun ton. Ai ka një kafshës të vogël në dorë. Hey, Edi, Djema, hey, këtu lart, hey! Po më përzihet tashmë, o zot!
Prit! Lugi, të lutem ktheu te dojo. Po, nena ka marrë malli për ty. Me të vërtet? Ku është Burn? Ai nuk mundi të vinte. Djema, shikojni pak të ju lutem. Kush është sandwichi juaj i preferuar? Kikiriku me fushin. Sa fantastika është kjo! Dhe tani erdhi koha për një kërcim latin. Kërcim, oba! Jemi! Po pse nuk e them dot këtë? Lugi, të kërkoj. Wow, çfarë ju ka ndodhur djema? Le të themi që patëm një incident të vogël me ca strudela. Me kë? Me klonët? Shkuam të flisnim me Lugin. Mendoj se ai nuk dëshiron të kthehet më. Ndoshta Lugi nuk dëshiron, por dikush do. Si erdhi doktor Pickuesi deri në shtëpi, ai nuk ka këmbë. Është një mesazh nga Lugi. Nëse Lugi do t'jetë përsëri pjesë e dojove, ai duhet të vijë ta thotë. Ashtu si the ti, të kërkoj ndjes? Se kaq shumë e lëndova thoni? Ai shumë sa ai u largua edhe pse nuk donte. Unë të kërkoj shumë ndjes. Mezi e dëgjova këtë. Të kërkoj ndjes. Jo, akoma nuk po e bën mirë. Të kërkoj ndjes. Nuk jam akoma e bindur. Të kërkoj ndjes. Nuk duhet ta kisha humbur të rua në atë lloj forme. Po përparojmë pak tani. Tani çfarë? Imagjino sikur po ja thua Lugit? Mendon se ai do të dëgjojë? Se kush do t'i flas? Klonët! Tamam në kohë. Mendo dhe vepro shpejt. Të kapa! Supa është gati. Gjarpëri! Ju nej gjarpëri! Dec! Merri ti pakon! Ja ku jeni? E prit! Më qello mua! Bahu fort! Wow! Zoti, mos më gjeti ho! Mos u shqetëso, të kapa djalë. Punë e mirë. Tani gjithçka që duhet të bëjmë është të kryqëzojmë gishtat. A jeni të sigur që nuk ka asnjë adresë? Jeni të sigur? Mos reagon në atë mënyrë. Thjesht po pyes. Shpresoj që të jetë një zebër, ose ndoshta një armadillo, një mal fare. Hey! Është ai peshku Pickues. Doktor Pickuesi për ty! 8 vjet shkollë mjekësore! Doktor Pickuesi? Mendova se ti kishe shkuar tek dojo. Ti e isha të thash, dhe pash miqtë tu. Ata nuk janë njësoj pa ty. Po, jo aq të mirë sa ty. Jo aq të mirë. Ata i ka marrë malli për ty, Lugi. Po ç'më thua për Burnin? Ata ka marrë malli më shumë nga të gjithë, sepse ishte faji ti që mu largove. Ai të kërkon ndjes, shumë ndjes i dashur. Hey, ky është Burni. Ai po fliste për butakun. Nxjerreni që këtu. Hey, prisni pak. Prisni, ju lutem një minut. Askush nuk flet për mua këtu. Por ishte ai djali tjetër që fliste me dorën e tij. Nuk ka rëndësi dora e kujt është. Unë flas vetëm kur e kam me të vërtetë. Kur them që Burn kërkon ndjes, atëherë ai kërkon me të vërtetë ndjes. Kam të drejtë, Lugi? Po, sigurisht që ke të drejtë. Pra, do të vish në shtëpi? Nëse do të kishte një zebër tek ajo kutia, do të rria. Por tani do të kthehem tek ju, djema. Hey, për një minut, kur je një klon, ngelesh një klon. Që kam fillimi, deri në fund. Kur je një klon, betesh një klon.
Më fal pak, klon. Të kam marr pak borxh. Se hun duhet të... Jof në strudel! Hajde, Lugi, ikim tani. Lugi, po ti u ktheve përsëri. Sigurisht, dhe më mirë se kur, Burn. Po? Faleminderit që erdhe për mua. Se unë çfarë jam unë? Një peshk ton? Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Për çfarë janë miqt apo jo? Ne jemi skuadër. Hey, kjo do të thotë që mund të bëj përsëri shaka me ty? Jam i sigurt. Edhe unë mund të bëj humor gjithashtu. A mund të ha djathë të konservuar derisa të zëmurem? Çfarëdo që të bën ty të lumtur, Plako? Po furçën tënde të dhëmve, a mund ta përdorum? Mos e tepro.